Në çdo lagje shqiptare ka një nën që pret te porta. Nuk ka rëndësi nëse është dimër apo verë. Shi apo diell ajo del dhe ri aty, me shpresë në sy. Pret djalin që punon larg, pret vajzën që jeton jashtë, pret niprit që vin vetëm një herë në vit. Ditët kalojnë, vitet kalojnë, por ajo nuk lodhet kurrë së pritur. Çdo trokitje dere, çdo zhurmë makine, ja drithëron zemrën, me shpresën se ndoshta është ai momenti i madh. Dhe ku më në fund shfaqet fëmia i saj, ku makina ndalon para portës dhe ajo sheh fytyrën që e ka ndëruar net të tëra. Gjithë pritja, gjithë lotët, gjithë vitet e mungesës shndërrohen në një përqafim që vlen sa një jetë. Sepse nëna shqiptare ka një forcë që nuk shuhet kurrë. Ajo pret, shpreson dhe do, pa kushte. Dhe për të, shfaqja e fëmijës te porta nuk është thjesht kthim në shtëpi, është kthimi i zemrës së saj.